Eksperti i Komisionit të Posaçëm për Reformën Territoriale Agron Haxhimali, në nisje të dëgjesës publike në Fier, ka ndarë një vlerësim të veçantë për rolin dhe rëndësinë që marrin këto dëgjesa publike në shërbim të komunitetit. Ai ka theksuar se në këto dëgjesa qytetarët janë ata që duhet të dëgjohen me vëmendje, pasi atyre u dhembë më shumë. Ka diskutime, ka përplasje, ka palët janë relativisht të ndara në opsione të ndryshme, po deri këtu gjërat janë normale. Ajo që unë të shpresoja shumë është që të kishim një pikë të përbashkët që në fund të këtyre dëgjesave për qarqe, në fund të dëgjesave bashkë me grupet e interesit në kuvend, ne të uleshim gjithë bashkë dhe të ndërtonim një set kritere se kush do t'jenë bashkitë e reja nesër, si do t'jetë konfigurimi i pushtetit vendor i nivelit parë dhe i nivelit dytë, ku do t'jenë shërbimet, mjetet financiare që duhet të marrë njësitë e qeverisjes vendore nesër, me qëllim që të shmangim problemet që ka pasur kjo reformë e 2015. Këtën po flas tashmë se ju e bët pyetje në shumës, unë po flas në njërjes. Përgjegjësia ime si ekspert që e kam ndjekur historisht këtë çështje është që të bëj propozimet që vërtet i shërbejnë qytetarëve, të bëjnë ato propozime për të cilët mendja ime, syri im, veshi im dëgjon nga dëgjesat këtu në 12 qarqet e Shqipërisë apo nga takimet apo dëgjesat që do bëjnë në kuvend. Asgjë personale, asnjë interes personal, asnjë qasje politike. Haxhimali ka pohuar se gjithashtu në dëgjesat e deritanishme nuk kanë munguar debatet, përplasjet dhe diskutimet, por e rëndësishme është që në fund të tyre të arrihet në një pikë të përbashkët për të dalë me një set të kriteresh se cila do të jenë bashkitë e reja dhe se cili do të jetë konfigurimi i ri i pushtetit vendor i nivelit të parë dhe të dytë për të shmangur gabimet e reformës territoriale të 2015-s. Eksperti Haxhimali ka pohuar gjithashtu se në dëgjesat e deritanishme ka prevaluar zëri i pakënaqur qytetar, të cilët nuk janë ndier të përfaqësuar pavarësisht se bashkitë u fuqizuan. Ndërkohë, Haxhimali e ka konsideruar tepër të rëndësishëm arritjen e një konsensusi politik. Kjo është dëgjesa e 5. Në të gjithë dëgjesat, ajo që zëri që kanë ngritur qytetarët prevalon në pjesën më të madhe në fakti që reforma nuk ka arritur objektivat e tyre. Tregon që reforma nuk solli përfaqësimin e tyre në atë nivel që pritesh. Tregon që reforma nuk përmirësoi shërbimet aq sa duhen. Pushteti, bashkitë e mëdha nuk u gjendën, edhe pse u fuqizuan me mjete financiare dhe me burime njerëzore, ato nuk u gjendën pranë komuniteteve apo zonave rurale kryesisht që kanë qenë më të disfavorizuar, kërkojnë më shumë mjete financiare, kërkojnë më shumë shërbime. Sigurisht ka dhe zëra që kërkojnë më shumë bashki, ka dhe zëra që kërkojnë të zbavojmë këto bashki, por ajo që është më rëndësishme është që janë të pakënaqur me modelin që kemi aktualisht dhe me shërbimet që marrin qoftë në sasi, qoftë në cilësi. Kryetari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Tedi Blushi, ka bërë një deklaratë gjatë takimit të zhvilluar në Teatrin Bylis për reformën e re territoriale, ku ka kërkuar rishikimin e ndarjes aktuale administrative në vend. Sipas tij, në shumë zona rurale qytetarët po përballen me mungesë shërbimesh dhe distanca të largëta për të marrë dokumenta apo shërbime bazë. Ai theksoi se duhet të rritet numri i bashkive dhe zona si Levani, Cakrani, Libofsha apo zona të tjera të rëndësishme administrative, të cilat duhet të kenë status bashkie. Në deklaratën e tij ai u ndaj dhe tek situata në Mallakastër, duke u shprehur se kjo zonë nuk duhet të shpërndahet apo të shpërbëhet, ndërsa shtoi se vendimarrja duhet i takojë vetë qytetarëve në përputhje me standardet europiane të vetëqeverisjes vendore. Në fakt nuk është se në këtë takim që duhet ishte në fakt një takim i rëndësie shumë të veçantë, prevaloi zëri qytetar. Sikundër e pam, salla ishte mbushur më shumë patronazhist, për më tepër kur takimi, pra qëllimi i takimit ishte pranimi edhe de jure i dështimit të së ashtu quajturës reformë territoriale, dështimit cili ndihet dhe ka prekur sot çdo qytetar në qarkun e Fierit, pra jo vetëm në bashkinë e Fierit. Dëgjuam se si patronazhist vlerësonin arritjet e qeverisë për një reformë e cila tani më dhe vetë rilindja e pohon që është e dështuar. Është për të keqardhur që përfaqësuesit e qytetarëve, deputetët nuk u lejuan
pas një argument për të marrë fjalë në këtë aktivitet. Megjithatë, ajo që çfarë unë dua të theksoj me forcë është që reforma territoriale e vitit 2014 ka dështuar, sepse ka lërguar shërbimet nga qytetarët. Kjo nuk ka prekur vetëm opozitarët, kjo ka prekur të gjithë qytetarët pa dallim bindjesh politike. Ne besojmë se bashkia duhet të jetë më pranë qytetarit, pushteti vendor duhet të jetë më pranë qytetarit, por pikërisht ky ka qenë edhe qëllimi i reformës, të largojë shërbimet nga qytetari, sepse kjo ka qenë në fakt edhe thelbi i kësaj reforme dhe qëllimi i fshetit së cilës ka qenë pikërisht agjenda e shpopullimit të Fierit dhe të trevave më patriotike të qarkut të Fierit, si kundër është edhe tentativa e fundit për të quar Cakranin në Leva. Një zonë patriotike, një zonë e cila ka nxjerrë bi dhe bija të shquara të kombit shqiptar me kontribute në momentet më të herta dhe më të vështira të kombit ton, duke filluar nga pavarësia apo tek lufta dhe përballjet me Axhi Qamilin, por fatkeqësisht sot dëgjuam që Axhi Qamilistët kishin pushtuar dhe këtë aktivitet për të sfumuar zërin qytetar. Megjithatë, jam i bindur që opozita do të bëjë gjithçka për të sjellë dhe për të dhënë një propozim konkret në mënyrë që reforma territoriale, të arrijë pikërisht qëllimin e saj të afrojë shërbimet pranë qytetarëve. Ndërkohë, deputetja e Partisë së Lirisë Brunilda Haxhiu deklaroi se reforma territoriale realizuar nga Partia Socialiste ka dështuar, pasi sipas saj shërbimet janë larguar nga qytetarët dhe zonat rurale janë lënë pas dore. Ajo solli si shembull banorët e zonave të largëta, të cilët detyrohen të udhëtojnë kilometra të tëra për të marrë një certifikat apo një shërbim administrativ. Flisja për qytetarët, kemi qenë të gjithë prezent që gjatë periudhës së dimrit shumë fshatra janë përmbytur. Kjo ndodhet edhe për fakt se qytetarët nuk kanë përfaqësim direkt në Këshill Bashkiak, ata nuk mund të ngrenë çështjet problemet e tyre dhe kjo vjen dhe si pasojë e reformës territoriale. Kërkojmë që disa njësi administrative si Cakrani, Levani, Libofsha e të tjerë të jenë si bashki më vete, kështu që të kenë mundësi të administrojnë taksat e tyre, të ardhurat e tyre, edhe për faktin që Cakrani ka 17.500 banor. Ky është një nga kriteret kryesor që të jetë bashki më vete dhe me të drejtë u ngrit kjo kërkesë edhe nga qytetarët në sallë. Reforma territoriale do t'i vinë në dobi të gjitha bashkive, sepse do të forcojë financat publike të pushtetit vendor dhe do të sjellë më shumë investime dhe shërbime për qytetarët. Kështu shprehur për prononcimin për mediat Ministri i Financave Petrit Malaj. Unë besoj që pjesa e reformës territoriale vjen në dobi të gjithë bashkive, për vetë faktin sepse do të forcojë financat publike, do të forcojë financat e pushtetit vendor dhe në këtë mënyrë do të ketë më shumë investime për qytetarët, do të ketë më shumë shërbime për qytetarët dhe natyrisht e gjitha kjo bëhet në dobi të qytetarëve. Ndërkohë, drejtuesja politike e qarkut Belinda Balluku ka pohuar se qytetarët prekën pikat kyçe të reformës, teksa theksoi se është shumë e rëndësishme që të gjashta bashkitë të ruhen. Shumë interesante për të thënë drejtën, pavarësisht se sigurisht kishte edhe pak ngjyrime politike, por unë dua të falenderoj gjithë komisionin për reformën, si edhe opozitën gjithashtu, pasi gjithë biseda ishte konstruktive. Dua të them që qytetarët me të vërtet prekën pika kyçe dhe të rëndësishme për reformën territoriale. Sigurisht u diskutua nëse ka pasur sukses reforma territoriale e vitit 2014-2015, pati dëshmi të qarta, sidomos nga bashkitë e vogla, siç është rasti i Roskovecit apo i Patosit që ka funksionuar bashkimi i komunave në bashkime të vogla. Megjithatë, sot qytetarët thanë fjalën e tyre se si e mendojnë. Unë si drejtuese politike e qarkut Fierit duhet të them që patjetër për ne është e rëndësishme që të gjashta bashkitë të ruhen, pasi dy bashkitë e vogla këtu në rastin e Patosit dhe të Roskovecit janë bashkime me performancë financiare
shqiptare të plot, pra nuk kanë borxhe ndaj pushtetit vendor, janë bashkitë të cilat sot në Roskovec duhet themi se kemi 24 orë ujë, pra vjen për shkak të punës që është bërë edhe në këtë njësi bashkiake, por nga ana tjetër duhet thënë gjithashtu që kemi dhe bashki siç është rasti i Mallakastrës, që janë bashki me identitet të fortë dhe që absolutisht nuk mund përthithen apo të shkrihen në bashki më të mëdha. Variantet e paracaktuara nga Partia Socialiste krijojnë tension sepse largojnë qytetarin nga shërbimet. Kështu shprehur deputeti i opozitës Luciano Boçi, i cili ka theksuar se vetëm referendumi i qytetarëve do t'i jepte zë interesit publik. Është që në rast të dy kërkesave, qoftë tonën për të optimizuar numrin e bashkive, për të rritur, qoftë të PS-s për të ulur numrin e bashkive, atëherë të bëhet një referendum dhe të jetë qytetari ai që vendos, mos na lodhin shumë me teorira dhe parashtrime gjata edhe parashtrime që nuk qëndrojnë dhe nuk lidhen me realitetin, edhe përdorin klishe Bashkimi Evropian do marrin fonde, gjëra që duhet ishin marrë, gjëra që duhet ishin ndodhur. Referendumi është ai që ndan shapin nga sheqeri.